Pellazgët, e fshehta e madhe e Ballkanit. Para se të quheshim shqiptar, ilir apo dhe thrak, thuhet se ishim pellazg. Një popull që la gjurmë, por asnjë var. Një civilizim që njihej nga të gjithë, por që nuk fliste vetë për veten. A ishin ata mit, apo jemi ne pasardhësit e tyre të harruar? Kush ishin pellazgët? Sipas autorëve të lashtësisë si Herodoti, Homeri, Straboni dhe Tukididi, pellazgët janë përmendur si një popull që jetonte në rajonin e Egjeut, Ballkanit dhe Migjer. Quhen shpesh autokton, që do thot banor të parë. Vetë Herodoti i përshkruan si një popull që kishte jetuar gjithmonë aty. Në veprën e tij, ai përmend se shumë prej traditave fetare dhe arkitekturore greke ishin marrë nga pellazgët, por megjithatë, nuk është e qartë nëse ata ishin një grup etnik apo një bashkësi kulturore e ndryshme. Pellazgët shtriheshin në Thesali, Epir, në Maqedoni, në Itali dhe madje edhe në Trojë. Por kush ishin vërtet? Dhe pse nuk dim pothuajse asgjë për ta? Një nga misteret më të mëdha të pellazgëve është gjuha e tyre. Nuk kemi asnjë dokument të shkruar nga vetë pellazgët. Gjithçka që dim vjen nga të tjerët që folën për ta. Mendohet se gjuha e tyre ishte një formë e errshme e shqipes. Të tjerë lidhin me gjuhë të zhdukura indo-evropiane. Studiuesit janë përpjekur të nxjerrin gjuhën e tyre nga fjalët e përmendura në shkrimet të lashta apo nga toponimet dhe etnonimet që mbijetojnë në rajon. Disa lingvistik dhe albanolog, si Nermin Vlora Falaski, argumentojnë se shqipja është vazhdimësi e drejt për drejt e gjuhës pellazge, duke bazuar në ngjashmëri fonetike dhe strukturore. Në këtë kuadër, ajo që sot quajmë shqip është gjuha më e vjetër e Evropës, dhe kjo do të thotë se shqiptarët e sotëm janë trashëgimtarët më të drejt për drejt të pellazgëve. Nermin Vlora Falaski ishte një albanologe dhe diplomate shqiptare me famë ndërkombëtare dhe në veprat e saj citon se shqiptarët janë populli më i vjetër i Evropës, ata janë trashëgimtarët e drejt për drejt të pellazgëve, të cilët flisnin një gjuhë që sot është ruajtur vetëm nga shqipja. Shqipja nuk është bie ndonjë gjuhe, por është nëna e shumë gjuhëve të tjera. Qëndrim të njëjtë mban dhe albanologu Matthew Aref, i cili ka argumentuar se gjuha shqipe mund të ndihmojë në deshifrimin e mbishkrimeve të lashta, duke sugjeruar një vazhdimsi gjuhësore nga pellazgët te shqiptarët. Matthew Aref u lind në Kairo të Egjiptit, nga një familje shqiptare me origjinë nga Mati. Me doktorat në Sorbonne për historinë e qytetërimeve të lashta, ai ia kushtoi jetën një ide të guximshme, se gjuha shqipe është çelësi për të deshifruar gjuhët më të vjetra të Evropës. Në veprat e tij, Aref e quan shqipen një fosile të gjallë që ruan gjurmët e gjuhës pellazge. Ai sfidon teoritë e pranuara, duke argumentuar se shqiptarët janë pasardhësit e drejt për drejt të pellazgëve dhe se trashëgimia e tyre gjuhësore e kulturore është shumë më e madhe se sa pranohet zyrtarisht. Pikërisht për arsyen se mungojnë dokumenta të shkruar nga vetë pellazgët, kjo përbën një nga sfidat kryesore në studimin e tyre. A është e mundur që një popull kaq i përhapur të mos ketë lënë asnjë alfabet, asnjë tekst, apo mos valli i kanë fshehur, shkatëruar, apo thjesht historia nuk i ruajti? Homeri përmend pellazgët si aleat të trojanëve në Iliad. Herodoti thotë se ata ishin një popull i egër, por i drejtë. Straboni shkruan se ata banonin Dodon dhe kishin tempuj të shenjtë. Nëse grekët e lashtë i quanin të parët dhe romakët i respektonin, pse historia moderne i mban hije? Që nga rilindja kombëtare, shumë figura shqiptare si Sami Frashëri, Pashkovasa, Jeronim Derada i përvetësuan pellazgët si pararendës
të shqiptarëve. Duke e parë këtë si provë të autoktonisë në Ballkan dhe si kundërpesh ndaj pretendimeve helene apo slave. Kjo ishte një përpjekje për të ndërtuar identitetin kombëtar dhe për treguar përkatësi në Ballkan. Por kjo qasje nuk ka mbetur pa kritik. Historian bashkëkohor si Oliver Jens Schmidt dhe Noel Malcolm theksojnë se mungojnë prova konkrete që lidhin shqiptarët me pellazgët. Sipas tyre, kjo është më tepër se një ndërtim ideologjik i shekullit të 19, sesa një fakt i mbështetur në të dhëna shkencore. A është atëherë kjo një ëndër romantike, një projekt identitar i frymëzuar nga nacionalizmi, apo një vërtet e fshehur në pluhurin e mijëvjeçarëve që ende prej të zbulohet? Për të vërtetuar këtë pyetje, studiuesit kërkojnë për prova arkeologjike. Në zemër të Ballkanit, Shqipëria ruan gjurmë të lashta që mund të na çojnë drejt një prej mistereve më të mëdha historike, lidhja mes pellazgëve dhe shqiptarëve të sotëm. Në zona të ndryshme të vendit, studiuesit kanë gjetur dëshmi të një qytetërimi të ershëm që nuk përputhet qartë me asnjë prej kulturave më të njohura historike. Janë zbuluar mure dhe ndërtesa të mëdha me gur të mëdhenj, të papërpunuar, ose ndryshe monolite, që njihen si struktura ciklopike. Këta janë mure të ndërtuar me gur gjigant, pa përdorur llaç apo ndonjë material lidhës tjetër, që duken si të ndërtuara nga gjigant mitologjik. Këta varre të lashtë dhe artefakte që nuk lidhen qartë me asnjë kulturë tjetër, cilësohen shpesh si pellazgjike. Studiues të shumtë sugjerojnë se këto vepra jo vetëm që janë vepra të pellazgëve dhe konsiderohen si dëshmi e një qytetërimi të ershëm dhe të fuqishëm, por ato përfaqësojnë një vazhdimsi kulturore që lidhet me shqiptarët e sotëm. Tempulli i Dodonës në perëndim të Greqisë është një nga vendet më të rëndësishme fetare të antikitetit dhe lidhet me pellazgët. Sipas Strabonit dhe Herodotit, Dodona ishte një nga qendrat e kultit më të vjetër në Evropë dhe banorët e saj, pellazgët, ishin të njohur për orakujt dhe tempullin e tyre të shenjtë, i cili daton në mijëvjeçarin e dytë para Krishtit. Të tjera zbulime dhe mbetje arkeologjike provojnë akoma më shumë rënjët pellazgjike. Zbulimet në jug të Shqipërisë dhe Epir tregojnë për një kulturë të ershme me tipare të ngjashme me ato të pellazgëve. Këtu përfshihen varre dhe objekte kulturore që dallohen nga ato greke apo romake. Në qytetin e lashtë të Butrintit janë zbuluar mbetje arkeologjike që mendohet të kenë rënjë pellazgjike shumë kohë përpara se të cilësohej Ilir apo Helen. Artefaktet, statujat dhe objektet dekorative kanë elemente të theksuara pellazgjike, si motive spirale, gjarpërind dhe element natyror që përsëriten shpesh dhe dallohet qartë se janë shumë më të lashta se artefaktet greke. Por, pavarësisht të gjitha këtyre provave dhe fakteve, mungesa e alfabetit dhe dokumenteve i bën pellazgët të mbeten fantazm në errësirën e historisë. Ndërsa shumë studiues mbështesin idenë e një lidhje të drejtë për drejtë mes pellazgëve dhe shqiptarëve, të tjerë janë skeptik. Për shembull, studiuesi Gjergj Bojaxhi ka shprehur dyshime mbi këtë lidhje, duke theksuar mungesën e provave gjenetike që do të mbështesin një trashëgimi të tillë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se studimi i origjinës së popujve është një fushë komplekse që kërkon një analizë të kujdesshme të dhënave historike, gjuhësore dhe arkeologjike. Por a mund të fshihet një qytetërim vetëm sepse nuk la pas një alfabet? Mungesa e dokumenteve të shkruara nuk do thotë mungesë ekzistence. Historia e lashtë është plot me kultura që i njohim vetëm përmes fragmenteve, gur, mite, toponime, rënoja. Ndërkohë që disa kërkojnë prova gjenetike për të konfirmuar lidhjen midis pellazgëve dhe shqiptarëve, mbetet për të pyetur: a mundet ADN-ja të përkufizojë një trashëgimi kulturore që ka kaluar në përshekuj përmes gjuhës, zakoneve dhe kujtesës kolektive? Deklaratat e tilla që ngrenë dyshime për mungesën e provave, rrezikojnë të thjeshtojnë një çështje shumë të ndërlikuar.
sepse historia nuk është gjithmonë një shkencë me formula të sakta. Ndonjëherë ajo është një mozaik i thyer, ku çdo gur mund të jetë vendimtar